Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues dhe doja të shkoja në Moskë me Mishën. Misha, për tej çështjes naftës dhe gazit, si do ta përshkruaje gjendjen aktuale të raporteve mes Moskës zyrtare dhe Beogradit zyrtar? Sigurisht që marrëdhëniet nuk janë nga më idealet në këtë kohë, në këtë momente. Flas për, le të themi, qëndrimin e Kremlinit zyrtar ndaj Vučićit konkretisht, jo ndaj Serbisë. Fatkeqësitë e saj Moska i ka shprehur në mënyrë direkte, indirekte dhe kur shërbimi sekret rus ka bërë relacione duke akuzuar dhe me të drejtë Vučić për shitjen e armëve me municioneve vendeve të treta të angazhuara për furnizim në Ukrainë, pra de facto Serbia dërgonte armë në Ukrainë dhe me këto municione vriteshin ushtarët rusë, pra e konsideron si një thikë mbas shpine nga ana e Beogradit zyrtar për Rusinë. Ka pasur dhe fërkime të tjera më përpara biles se të bëj parada e 9 majit, ka pasur një anullim të kontratës madhe për armë me Serbinë dhe më vonë Serbia nënshkruajti një kontratë me Indinë. Pra ka pasur një spostim të, le të themi, të vëmendjes dhe të le të themi aktivitetit të Serbisë së Vučićit në drejtim të lojtarëve të tjerë. Vučići është një politikan i regjur, i sprovuar që ditë të manovrojë dhe kur ata i shikojnë si një politikan të dobët, unë jam absolutisht nuk jam dakord, ai shumë dhelpër. Dhe ai jo vetëm në 2, as në 3, por në 4 karige. Ai mundohet dhe për dorim të brendshëm mundohet të tregojë që me Rusinë janë vëllezërit tanë, jemi vëllezër për jetë me ta etj. Po këto janë vetëm llozunga që nuk kanë vlerë. Nga ana tjetër kuptohet që Vučić vazhdon një politikë, le të themi, vasale ndaj Amerikës së Trumpit dhe sigurisht që synimi i Vučićit është edhe hyrja në Bashkimin Evropian, pra dhe reverancat me Bashkimin Evropian, sidomos me Francën, që tradicionalisht i kanë mbështetur serbët faktikisht në shumë gjëra, por dhe me Kinën. Pra të themi që Moska zyrtare nuk e mirë